Vetëm pak kilometra larg vijës ranore të Divjakës ndodhet fshati Bedat, pjesë e njësisë administrative Remas, një fshat me histori të veçantë por që sot përballet me probleme të shumta infrastrukturore dhe mungesë të mirëmbajtjes. Pamjet tregojnë një realitet që banorët e jetojnë çdo ditë. Barishtet e egra dhe ferrat kanë pushtuar rrugët dhe hapësirat publike, ndërsa mbeturinat dhe mungesa e pastrimit krijojnë një pamje as pak dinjitoze për një zonë që ndodhet pranë një prej destinacioneve turistike më të njohura të vendit. Bedati njeh dhe për historinë e tij. Në këtë zonë ndodhen ndërtesa të ngritura gjatë regjimit komunist, ku dikur u internuan dhe u mbajtën të përndjekur politik. Megjithatë, më shumë se 3 dekada pas ndryshimit të sistemit, banorët thonë se fshati vazhdon të mbetet në harres. Mungesa e investimeve në kanalizime, pastrimin e kanaleve, mirëmbajtjen e rrugëve dhe hapësirave publike ka bërë që në shumë raste vetë banorët të pastrojnë hyrjet e shtëpive dhe rrugicat përreth. Ndërsa institucionet publikojnë projekte dhe aktivitetet e tyre në rrjetet sociale, banorët shprehen jashtë kamerës se kërkojnë më shumë vëmendje dhe ndërhyrje konkrete në terren. Ata thonë se nuk kërkojnë privilegje për shërbimet bazë që çdo komunitet duhet të ketë. Sot, Bedati mbetet mes ujrave të zeza, kallamave, ferrave dhe mbeturinave, ndërsa banorët presin që premtimet të zëvendësohen me investime reale. Pyetja që shtrojnë është e thjeshtë: deri kur ky fshat do të mbetet jashtë vëmendjes së institucioneve vendore?